إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahun e falenderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë për Allahut Azza wa Jall që të na mbron prej veprave tona të këqija. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kush e humb, ndërsa atë që humb Allahu nuk ka kush e udhëzon. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me merit tjetër pos Allahut Azza wa Jall dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të dëruar vëllezër, në fillim e lutim Allahun Azza wa Jall që të na bën të sinqert në fjalët tona, në veprat tona, në thirrjen tonë. E lutim Allahun Azza wa Jall që të na shton detyrinë e dobishme dhe të na mbron nga ajo deturi që nuk ka dobi. E lutim Allahun Azza wa Jall që të na vëllazëron, të na bashkon, të bëhemi për atyre të cilët e duam njëri tjetrin për hir të Allahut dhe me këtë dashuri Allahu të na ngrit në grada të larta në ditën e gjykimit. Gjithashtu e lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na bashkon në Xhennetul Firdaus me pejgamberët, me shahidët, me dietarët, me njerëzit e mirë, ashtu sigur se që na ka bashku dhe na ka tubu në këtë xhami. Amin. Vazhdojmë me serin e ligjëratave në Londën e sires. Jemi në ligjëratën e 13 për ligjëratave në jetëpërshkrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, histori e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e cila histori është histori më e mirë që ka ekzistuar në rrezullin toksor. Dersin e kalum kena fol për Hamzën radiallahu anhu. Dhe kemi të regu se muslimant u bon krenar me pranimin e islamit të Hamzës radiallahu anhu. Muslimant ishin krenar, u bon të fort dhe pas disa ditëve që tregojnë dietarët e sirës, pas 3 ditëve thonë se Muhamedi pas 3 ditëve pranon islamin Omeri radiallahu anhu. Pra sot me lejen e Allahut do të flasim për islamin e Omerit radiallahu anhu. Pejgamberi alayhis salam kishte bë dua në hadithin që e transmeton Tirmidhiu, hadithi është i saktë. Pejgamberi alayhis salam kishte bë dua para shokëve të vet, duke thënë: Allahumma a'izz al-islam bi ahabbi ar-rajulayn ilayk, bi Abi Jahl aw bi Umar ibn al-Khattab. Thot: o Zot, forcoje islamin me njërin
prej 2 personave që më së shumë të ti i donë, me Ebu Gjehlin ose me Omerin radiallahu anhu. Dhe më i dashur te Allahu ishte Omeri radiallahu anhu, dhe Allahu e udhëzoi Omerin radiallahu anhu. Edhe pse në zemrën e Omerit kishte mëshirë, mirë po e kishte mbulu errësira e shirkut dhe errësira e kufrit, dhe kishte mbulu errësira e dashurisë ndaj prindërve dhe baballarëve të tij. Dhe prandaj Omer radiallahu anhu ishte shumë i ashpër ndaj muslimanëve. Mirë po në brendësinë, në zemrën e Omerit radiallahu anhu kishte mëshirë, kishte rahmet, kishte natyrshmëri të pastër. Para se të përmendim se si e pranoi Omer radiallahu anhu Islamin, do t'i përmendim disa ngjarje që kanë ndodhur, që kanë qenë sebeb që Omeri radiallahu anhu ta pranon Islamin. Transmeton Abdullah ibn Omeri në hadithin e vërtet që është shënuar në librin e Buhariut, thot, pra djali Omerit radiallahu anhu: Ma sami'tu li shay'in qat yaqul inni la adhunnu kadha illa kana kama yadhun. Thot, sa herë që Omer radiallahu anhu ka thënë se unë mendoj se një çështje është kështu, vetëm se ka dalë ashtu sikur se që ka thënë Omeri radiallahu anhu. Pra Omeri radiallahu anhu ka qenë prej atyreve që kanë qenë të inspiruar, larg pamës. Në shumë ajete Omeri është përputh me ajetet para se me zbrit. Si për shembull ajetin e ndalimit të alkoholit. Omeri gjithmonë ka bëu do që Allahu ta ndalon alkoolin, edhe pse ka dashur shumë kur ka qenë në xahilet. Dhe kur ka zbrit ajeti që muslimanët të largohen prej alkoolit, Omeri para se të zbrit ajeti thotë: "Fa hal antum muntahun?" A do të mbaroni mu ju prej alkoolit? A do të ndaloni ju afton që ta pini alkoolin? Dhe Allahu e zbrit ajetin: "Fa hal antum muntahun." Prandaj Abdullah ibn Omeri thot, sa herë që ka thonë diçka se kështu është, vetëm se ka ndodhur ashtu siç ka thonë Omeri radiallahu anhu. Pejgamberi asem ka thonë sikur të kish pas pejgamber mas prapa meje, duhet të kish qenë Omer ibn al-Khattabi, edhe pse Ebu Bekri mos harroni se ka qenë më i mirë se Omeri radiallahu anhu. Se ka thonë pejgamberi alayhis salam, sikur ta marrim imanin e Ebu Bekrit dhe ta vendojmë në peshore, dhe të marrim të gjitha imanat e muslimanëve tjerë, të vendojmë në peshorën tjetër, do të rëndonte imani e Ebu Bekr as-Siddiq. Thot Abdullah ibn Omeri: ishim duke ndejt me Omerin radiallahu anhu, pra pasi që u bë khalife, dhe kaloi një njeri i bukur me tesha të bukura. Omer radiallahu anhu thot, unë mendoj se ky person në xahilet ka qenë kahini i mushrikëve. Çka është kahin? Kahini dallon prej sirballit, prej magjistarit. Kahin është ai i cili pretendon se e din të fshehtën, edhe pretendon se e din të ardhmën, u atregon njerëzve ti kemi bëu kështu, ti kemi bëu ashtu, ti kemi e kështu me radhë. Pra bashkëpunon me xhint. Thot, besoj se ky person ka qenë kahin në xahilet. Mi po tash, a ka pranuar Islamin? A ka mbet në kufrin e tij? Thot, nuk e di. Thot, alej bi rajul, thirrni thot personin këtu do të vjen para. Edhe e thirrni. Thot, pasi që i thot, a je musliman apo ke mbet thot në atë, më thonë, sehrin që jo për para? Thot, unë thot, jam thot musliman, e kam pranuar Islamin. Omer radiallahu anhu i thot, ngjarja që ka ndodhur me ti, thot, më kujtohet, ka ndodhur një ngjarje interesante, thot. A ke mundësi ta tregosh, thot?
Ai thot, ja mirë mu'minin, thot, lani më këto. Ajo ka qenë, thot, xahilet, thot, nuk du, thot, ta përmendi më xahiletin. Omer radiallahu anhu, thot, përmendet, thot, për ibret. Se ne kemi qenë, thot, ma keq, kemi qenë në shirk. Edhe shirki ka qenë, shirki është mëkat më e madh se sihri. Edhe sihri, edhe shirki janë që të ndjenin për Islamin. Mi po me grada është i pari shirki, pastaj vjen sihri, bashkëpunimi me gjint. Edhe pastaj thot një ngjarje ka ndodhur e çuditshme, kallzoi atë ngjarje. Edhe e kallzon ky personi. Thot unë, thot, një ditë pa të dalë, thot, në treg. Dhe erdh gjini që bashkëpunoja me atë. Gjini në formën, në formën e vetë nuk del, më në formën e njeriut. Thot, erdh, thot, dhe e poshtë në fytyrën e gjinit ishte i trishtum. Edhe i thash, çka është halli jot? Ai më tha, alam tara al-jinna wa iblasaha? Thot, as i ke po, thot, gjint dhe dëshpërimin e tyre? Wa ya'saha min ba'di inkasiha? A nuk e po sa ata janë dëshpëru pasi që të kanë qenë të lumtur? Wa luhuquha bil qilasi wa ahlasiha? A nuk e po, thot, sa ata kanë shku, gjint kanë shku në për devet dhe në për samart e deveve janë mshef. Do më thonë, kur i ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpallja, Allahu u ka ndalu gjinve që të marrin lajme prej me lajkeve. Prej fillimit të shpallës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në mbarimin e shpallës e kanë pas të ndaluar gjin me shku me marr lajme prej me lajkeve për t'u sjell gjinxhive apo kahinave apo arrafave që kanë qenë në tokë. Pra thot, a ke po, thot, gjinë, thot, se janë dëshpërua pëtën. Kanë shku lindjen, perëndim, zokun kanë shku, dhe nuk kanë pas mundësi të marrin lajme prej qiellit. Allahu ndikon surën Gjin, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam. Surën Gjin vetë tregon Gjin, thot, ne, thot, kemi marrë lajme, kemi marrë një pozitë lart dhe kemi marrë lajme, thot, prej me lajkeve. Fëmen yastami'i al-ana yajid lahu shihaban rasada. E kush ndëgjon tani lajme, thot, do ta gjej, thot, një shkëndi apo një meteor që e djeg. Prandaj gjin janë dëshpëru, edhe janë frigu, se s'kan pas mundësi me marr lajme, për shkak se Allah i ka gjujt me ata shkëndijat e zjarrit. Thot Omer radiallahu anhu, sadaka wallah. Wallahi ka thonë të vërtetën. Edhe pastaj Omer radiallahu anhu tregon ngjarjen se çka i ka ndodhur Omerit radiallahu anhu. Thot, përderisa unë isha tek zotat e tyre, o të idhujt, i ka dashur Omer radiallahu anhu. Akon i mashtrum, i manipulum. Thot, flesha afër idhujve, thot, erdhi një njeri me një viç dhe shkoi në një vend atje dhe filloi ta therrë viçin. Dhe unë, thot, e ndëgjova një zë, një britmë të madhe, ashtu britme nuk kam dëgju asnjëherë. Dhe ajo britma duke thonë këto fjalë i përsërite: Ja Gjelih, emrun në gjih. Ja Gjelih, do me thonë, o ti njeri i cili e ke shfaq armiqësin, haptas jetë duke u bo armik i Allahut. Ja Gjelih, emrun në gjih, ka dal një çështje shumë e qartë. Rajulun fasih, një njeri që flet fusha qartë, gramatik. Rajulun fasih, ai që ka flet arabishtën qartë. E ka për qëllim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu la ilaha illa Allah. Thot la ilaha illa Allah. Omer radiallahu thot, u habita. Dhe unë rrita shpejt dhe shkova mas zonit ta shoh se çka është duke ndodh. Kur shkova, e pashto një njeri duke e therr një lop një viç prej brendisë së viçit dilke kizon. Kjo është një mujize, një mrekulli që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që e kanë dëgjuar të gjithë mushrikët e Mekës, edhe përsëri nuk kanë besu. Yaqulu la ilaha illallah, sa ato kanë thonë zotat janë, zota pas Allahut.
Nërsa vici ka thonë la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar tjetër pas Allahut që meriton adhurimin. Thot kur shkova, kur e pash, përsëri atë fjalë, ja Gjelih, o ti njeri, armik, që je haptazi armik ndaj Allahut, amrun në gjih, një çështje e qartë, ka ndodh, rajulun fasih, një njeri që është fusha, flet arabisht pastër, yaqulu la ilaha illallah, thot la ilaha illallah. Kjo mrekulli e madhe, subhanallahu. Omeri ka dëgjuar këtë, dhe kjo ka qenë piknisja, fillimi që Omeri radiallahu anhu ta pranon Islamin. Mirë, përsëri Omeri nuk e pranon Islamin. Thot pas disa ditëve thot ndëgjuam se ka dalë një njeri i cili thret në fjalën la ilaha illallah. Kjo gjallë ka ndodhur para se më zbrit disa ditë, para se më zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shpallja. Omer radiallahu anhu, sikur që tham, në zemrën e tij ka pas rahmet dhe mëshirë vëllazër. E kemi treguar edhe rastin, po gjithashtu përsëri e tregojmë kur Ummi Abdillah, e cila ishte duke udhëtu për në Abisini, Omer radiallahu anhu e takon. Thot, ku je duke shku? Pse i keni marrë teshat? Pse jeni duke u zhvendosur prej Mekës? Thot Ummi Abdillah, thot vallahi, thot, para se me thon kështu, thot, e tregon, më thon këtë hadith, thot, më i ashpër ndaj neve ka qenë Omer radiallahu anhu. Pra Abu Jahli edhe Omeri kanë qenë më të ashpër ndaj atyre që kanë pranuar Islamin. Mirë po, në thellësinë e zemrës së Omerit radiallahu anhu ka pas rahmet, ka pas mëshirë. Thot Ummi Abdillah, wallahi, thot, na keni torturu, na keni maltretu, na keni nënshmu, na keni poshtërsu, dhe nuk na lini rahat që të adhurojmë Allahun në Mekë, jemi duke shku në Abesini, të toka Allahut, që atje të adhurojmë Allahun në rahati. Thot, pash në fytyrën e Omerit radiallahu anhu, ndryshoj fytyra e Omerit radiallahu anhu. Pash se Omeri i erdh keq këto fjalë kur ja thash. Dhe tha Omeri në një transmetim tjetër, sahibekumullah, ju shoqëroft Allahu, Allahu qoftë me ju. Thot Ummi Abdillah, pasi që erdh, thot, buri im Amr ibn Rabia, më tha, i tregova se çka ka ndodhur me Omerin, edhe më tha, a shpresoj se Omeri do ta pranon Islamin? I tha, shpresova vallahi se Omeri të dru fytyra, i erdh keq. Thot, ç'a thot? Çfarë mendimi ka pasur? La wallah, la yuslim Omer hatta yuslim Khimar Khattab. Jo vallahi, Omeri kur të pranon Islamin? Derisa ta pranoj Islamin gomari i Khattabit. Që do me thonë, ato kanë besu se asnjëherë Omeri radiallahu anhu nuk ka mundësi të pranon Islamin. Sa ka mundësi të pranoj gomari i Khattabit Islamin, që ka mundësi të pranon Omeri radiallahu anhu Islamin. Kejfe esle Omer, pra kjo hadith është, e të rëzën Taberani, hadith është sahih, edhe Sheikh Al-Albani thotë se hadithi është sahih. Si e pranoi Islamin Omeri radiallahu anhu? Tregon Ibn Hishami, tregon Ibn Ishaqi, edhe shumë dietar të sirës e kanë transmetuar këtë hadith, dhe kjo hadith, domethënë, është bërë shumë i njohur. Thot, dole një ditë Omeri radiallahu anhu, pasi që e kishin nxitur mushrikët e Mekës, duke thonë se Muhamedi a.s. është duke na përça, Muhamedi a.s. është duke i shah zotat ton, është duke i fyer prindërit dhe të parët ton. Muhamedi del Omer radiallahu anhu e merr shpatën dhe del që ta vret, ta mbyt Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Para mendoni se sa trim ka qenë, edhe pse duke ditur se tek shtëpia e Erkam ibn al-Qamit kanë qenë pejgamberi me shokët e vet. Aty ka qenë Hamza radiallahu anhu, aty ka qenë Ali radiallahu anhu, aty ka qenë Ebu Bekri dhe shumë sahabët. Mirë po Omer radiallahu anhu e merr shpatën dhe shkon ta mbyt
Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe rrugës takon një sahabe i cili e kishte pranuar Islamin, që quhet Nuaim ibn Abdullah. Mirë po e kishte, më thonë, e fsheh Islamin. Në fillim, më thonë, e kanë fsheh Islamin. Po Omeri radiallahu anhu vitin e 6 sipas hijrëtit, më thonë, e pranon Islamin. Dhe thot, Nuaimi i thot, deri ku e të shku o Ibn al-Khattab, o Bini Khattabit. Thot, jam duke shku ta mbyti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Thot, a din thot se familja e Muhammed a.s. Beni Hashim, familja e Muhammed a.s. Beni Abdul Manaf, a mendon se ka me ta fal gjakën? Thot, kurse si? Thot Omer radiallahu anhu. Këto fjallë nuk i thot përveç se ai që ka pranuar Islamin, thot sigurisht që ka pranuar Islamin, thot tjetër. E do ta sulmoj edhe ketë. Thot, o Ibn al-Khattab, Omer, shko thot, përmirësoje njëre familjen tënde, thot. Thot, pse shaka familja ime? Thot, motra jote me dhëndrin tënd, Said ibn Zeid, Fatimja, është motra Omerit radiallahu anhu, dhe Said ibn Zeid e ka pranuar Islamin, edhe dhëndri jot. Thot, shko thot, të shtëpia jote mas pari. Dhe Omer radiallahu anhu e ndron rrugën. Dhe kjo fjalisht që ndron rrugën Omerit radiallahu anhu. Dhe kur shkon atje, e ndëgjon disa zona duke recitu Kur'an. Dhe kur e merr vesh se atje ishte Khababi. Khabab ibn al-Areti ishte shok i pejgamberit asam që ka shku me mësu Kur'an. Edhe pse si ka zbrit Kur'ani Khababit, Khababi ka shku i ka mësue Kur'anin, ja ka mësue të tjerëve. Kështu ishin sahabët. Edhe kështu të me konë besimtari. Nëse Allah të ka me mësu Kur'anin mirë, mësoja tjetrit. Khairukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ma i mirë për ju është ai që mëson Kur'anin dhe u mëson të tjerëve. Khabab ibn Areti e kishte marrë suratun Taha dhe u mësonte Said ibn Zeidit dhe Fatimës, u mëson surën Taha. Dhe kur ndëgjon Khabab ibn Areti se vjen Omer radiallahu anhu, fshehet Khababi. Ju e dini se Khababi, u tregova më përpara, se çfarë tortura i kanë bërë Khababit. Kanë des prushtës, më thonë prush, edhe kanë shtrirë për mi prush. Edhe kanë djek likurën, vetëm ta lanë fen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe prandaj një ditë Khababi shkon te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, o i dërguar i Allahut, lutë Allahun që Allahu azza wa jalla të ndihmoje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, o Khabab, ka pas popi para jush që i kanë sharu me sharë, kanë vazhdu me thonë la ilaha illallah, që i kanë krejë me krahët të hekurit, kanë vazhdu me thonë la ilaha illallah dhe sa kanë ndrujet. Walakinnakum tasta'jilun. Mirë po ju po nguteni. Khabab ibn Areti fshehet. Hin Omer radiallahu anhu dhe thot, çka ndëgjova për juve, thot, çka ishte ajo që recitoshit? Thot, jo, thot, kur gjo? Thot, po, thot, me kanë tregu se ju e keni pranu Islamin. Dhe qohët Said ibn Zeid, thot, për shka, thot, nëse feja Islame është e vërtet dhe feja jote nuk është e vërtet. Omeri jam shonë Saidit, del Fatimja për para që të ambron burën e vetë, edhe Fatimës jam shonë motrës vetë, dhe e përgjak ja qanë fytyrën dhe fillon të qanë Fatimja. Pastaj Omer radiallahu anhu i ven keq për motrën e vetë dhe shkon i thot, vjen me thot atë sahifën, atë fletushkën të shofës të lezojnë, shkejnë të lezuju. Thot, jo, thot, ti thot nuk je musliman, zguzon thot me prej thot këtë thot. Dhe pastaj Omer radiallahu anhu shkon pastrohet edhe vjen edhe fillon ta lexon për surës Taha, ku thot Allahu Kur'an Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Nuk ta kemi zbrit ty Kur'anin që ti të mundohesh, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kur'ani është vetëm se për kujtim për ata që frikohen. Tanzilan mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula. Thot Allahu është ai që ka zbrit, që i krijoi qetin dhe tokën. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, mëshiruesi që qëndron mbi arsh. Vazhdo të lexoj
Dhe Omer radiallahu anhu thot, ma ajmala hadha al-kalam wa akrama. Sa fjalë e mrekullueshme që ka kjo. Sa fjalë të mira kanë këto thot. Kur ndëgjon Khababi ibn al-Arati ishte msheft, del edhe thot, po të përgëzoj o Omer. Se Muhammed e kanë dëgjuar Muhammed alayhis duke bëu dua, Allahumma a'izz al-islam bi ahabbi ar-rajulain ilayk. O Zot, ndihmoje Islamin me njërin prej ti burrave që i do më së shumti, dhe duaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pasakon për ti Omer. Pastaj Omer radiallahu anhu thot, atëherë thot, më dërgoni te Muhamedi alayhis salam. Omer radiallahu anhu e merr shpatën me vete dhe shkon tek, më thonë të shtëpia e Erkam ibn Erkamit dhe i mshon derës me forcë. Kur del një prej sahabëve kthehet i tregon, ja Rasulullah, ka ardhur Omeri. Atëherë Omer radiallahu, atëherë pejgamberi alsam, atë ishte Hamza. Hamza thot, thinë thot në themën e thot. Nëse ka ardhur për hajër, do t'ja japim hajrin, do të sillim me mirë me ta. Nëse ka ardhur për sharr, vallahi thot me shpatën e vet kena me krije. Edhe vjen Omer radiallahu anhu, hin brenda, dhe pejgamberi alsam e kap Omer radiallahu anhu dhe e përqafon dhe i thot, o Omer, a nuk ka ardhur koha që ti kthehesh Allahut para se me ardhë dënimi i Allahut? Omer radiallahu anhu thot, ja Rasulullah, erdha që ti besoj Allahut dhe pejgamberit të tij. Erdha që të dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër pas Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i dërguar i tij. Dhe thot shahadetin. Pejgamberi sa bën tekbir. Dhe sahabët bën tekbir derisa u kanë dëgjuar tek mushrikët e Mekës që ishin në Kabe. Kjo është një transmetim për transmetimeve që sigurisht që tregova është më shkur, vëllazër. Është i njohur. Dhe në për librat e sirës e tregojnë të gjithë këtë ngjarje. Se kështu e ka pranuar Omer Islamin. Mirë po, dietarët e hadithit dhe zër thonë, të gjithë rrugët të këtij hadithit janë të dobta. Dhe ky hadith nuk ngritet në gradën e hasenit. Hadithit hasen të mirë. Prandaj dietarët e hadithit thonë është një hadith tjetër që ngritet në gradën e hadithit hasen. Të cilën do ta tregojmë tani. Por kjo hadith është hadith hasan. Duke i tubuar të gjithë rrugët, ngritet në hadith hasan, që hadithi më thon për Islamin e Omerit, kjo është hadithi më thon më i saktë. Thotë Abu Ishaqi, Omer radiallahu anhu tregon, bollaki shumica për juve, më thon se kanë një këtë hadith. Tregon Omer radiallahu anhu se si e ka pranuar Islamin. Thot, isha në ignorancë, në gjahiljet, e kisha merak shumë, thot, alkohole. E doja, edhe shumë e pija, edhe kisha merak, më thonë, me dalë, më u argëtu. E kishim një vend në Mekë që quhej El Hazwara, vendi quhej Hazwara, aty ishte një treg që u tuboshim, thot, me shokët e mi, dhe aty argëtoheshim dhe pishim alkohol. Një natë thot dola, thot, që të argëtohem me shokët e mi, dhe kur shkova tek ai vendi, thot, asë njëri nuk isha aty. Ku të shkoj? Thash, hajtë shkoj tek njëri që ka shet alkohol që të marrë dhe të pi. Dhe shkova tek ai, edhe atë nuk e gjeta, ç'a me bë? Thash, hajde të shkoj në Kabe, ta bëj tavaf Kabën 7 herë. Subhanallah. Dhe më thonë, edhe pse kanë qenë mushrik, ju kanë mbet diçka prej Islamit, prej Ibrahimit a.s. dhe Ismailit a.s. Thotë, shkoj ta bëj tavaf Kabën 7 herë. Dhe kur shkova në Kabe, ishte natë, takova Muhammedin sallallahu alaihi wasallam duke fal namaz. Muhammed a.s. kishte zakon të falte namazin mes, thot, Ruknul Yamanit, këndët Yemenit dhe Hajrul Aswadit dhe gurit zi.
u falte Muhamedi alayhis salam. Dhe reciton të Kur'an, thot, kisha dëshirë të ndëgjoj se çka thonë, se njerëzit po folin keq për Muhamedit alayhis salam, thot ta ndëgjoj se çfarë reciton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po thot, nëse shkoj për mbrapa, thot kam e frigu. Thot, do t'i dal prej përpara. Dhe shkova thot ka ana e kundër e Qabës. Ati ku është Hijr Ismail, është gjysmërethe e keni pa të gjithë. Shkova ka ana e kundërt dhe hyra thot nën perdën e Qabës, që ta ndëgjoj. Dhe duke u afru, derisa u afroa thot në perdë thot, derisa u afroa para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe mes meje edhe ti thot nuk ish përveç se perdja e Qabës. Muhamedi alayhis salam reciton të Kur'an. Thot felemma sami'tu qira'atahu raqa lahu qalbi. Kur ndëgjova thot recitimin e Kur'anit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa bukur recitonte thot, mu zbut thot zemra ime. Para me nërgëzët, Muhammed alayhis salam i ka zbrit Kur'ani. Nëse të njonin që e ka zonë e bukur kur reciton Kur'an, ta kënaq zemrën, ta kënaq shpirtin, para me ndonë se çfarë recitimi ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me khushu, me frikë respekt, me koncentrim. Pejgamberi asë i ka zbrit. Thot kur dëgjova thot, raqa lahu qalbi, zemra ime thot deshti me fluturu thot frikëzimi thot. Fabekejt, fillova me qajt. Edhe ati do të vendosa dhe pranova Islamin. Dhe thot vendosa dhe pranova Islamin. Prandaj vëllezër, me bo davet vëllezër me Kur'an. Me ajete, me fjalë të Allahut, sepse Kur'ani është udhëzim. Allahu thot në Kur'an, A'udhu billahi minash rajim. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Me të vërtet, ki Kur'ani udhëzon në rrugën e drejtë. Wa yubashshiru al-mu'minin. Dhe i jep myshde besimtarëve. I përgëzon besimtarët. Alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. I përgëzon besimtarët, cilët? Ata besimtarë të cilët veprojnë punë të mira, sepse ata kanë me pas shpërblime të mëdha, dhurata të mëdha. Allahu ju premton besimtarëve dhurata dhe shpërblime të mëdha. I përgëzon besimtarët dhe udhëzon në rrugën e drejtë. Thirrni njerëzit me Kur'an. Folni njerëzve me Kur'an, me fjalën e Allahut, sepse Kur'ani udhëzon në rrugën e drejtë. Thot falamma sami'tu al-Qur'an raqa lahu qalbi. Kur ndëgjova Kur'anin, thot mu zbut zemra thot. Edhe e pranova Islamin. Dhe thot nuk doshta ta ndërpres Muhamedi alayhis salam që recitimin që lexonte, dhe pasi e fal namazin, pejgamberi alayhis salam shkoi rrugës drejt të shtëpia e Abbasit. Thot edhe unë thot i shkova thot mbrapa. Dhe i shkova mbrapa. Dhe kur ju afrova, thot, afrëm vërrejti se jam duke arë mbrapa dhe më tha, Ibn al-Khattab. Ma dhe të rritë, thot, qka do? A e u frigu se me ndoj se kam i bo diçka keq, kam e dëmtu. Thash, Omeri tha, thot, i thash, jo thot, unë e erdha që me të besu ti dhe Allahut, dhe erdha me dëshmu shahadetin. Edhe e tha para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mu afru pejgamberi sa më gëzu thot shumë dhe më tha, laqad hadaka Allahu ya Omar. Ka udhëzu Allahu o Omar. Nuk thot pejgamberi se unë kam bërë dua për ti, unë jam kon sebeb kështu më radhë. Jo, thot Allahu të ka udhëzu o Omar. Thot ma vëndoj dorën e ti në gjoks. Edhe boni dua, o Zot, largoja Omerit çdo sen që ka në brendësinë e tij, prej shirkut, prej kufrit, prej gjërave të këqija, wa thabbithu fil Islam. Dhe forcoje në Islam. 2-3 herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bëri këtë dua. Ky transmetim vëllezër është transmetimi më i saktë prej transmetimeve se si Omer radiallahu anhu e ka pranuar Islamin.
Pasi që e pranoi Omeri radiallahu anhu Islamin, me njëherë nuk priti, nuk të shkoj, nuk doshti që njerëzit ta marrin vesh kadal Islamin e Omerit, po ju tha njerëzve cili është ai që është përhap lajmin më shpejt. Cila prej gazetave rrenë më shumë, shash këtë kohë apo? A ke po, Express. Me njerë, a është sigurt, a është sigurt, me njerë për hap lajmin. E ati në atë kohë ka qeni Gjemil ibn Ma'mer. Gjemil ibn Ma'mer, ka thonë Gjemil ibn Ma'meri, thot shko me njerë kalzoj ati. Këtë rast e kalzon Abdullah ibn Omeri, djali i Omerit radiallahu anhu. Thot Omeri thot shkoj të Gjemil ibn Ma'mer, unë shkova mbrapa thot, babës tem. Edhe e takoj Gjemilin, thot, a e di që ka ndodh? Thot, që ka ndodh? Me njerë do më lajme me shku me përhap. Thot, e ka pranu Islamin. Ishtë nuk vërtetohet si e pranohet e pranohet. Me njerët i vesh shpejt atë këpus, edhe shpejt në qabe. Edhe shkon qabe atje dhe duke vikat, ja mashër el Kuresh, ja mashër el Kuresh. O, ju Kuresh, edhe që ka ndodh? Thot, Omerin mbrapa, thot, i ka shku mbrapa. Thot, që ka ndodh? Kat sabe e Omer. Omeri e ka ndru fejnë. Omeri dhe ona thot, mbrapa, wallahi këdhib, ka rejt. Kat eslem e Omer, Omeri ka pranu Islamin. Omeri ka hinë fejnë e Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thot, po si e tha Omeri radiallahu anhu këtë fjallë, thot, ju vërsunën të gjithë. S'mana thot Ibn Abbas, i pari që e ka paraqit Islamin haftazi është Omeri radiallahu anhu. Thot, ju vërsunën të gjithë, edhe Omeri thot, më thot, ju vërsunën ative, thot. Ato thot, i mshoshin, edhe Omeri ju mshonte, thot, deri thot sa dashti akshami, dhe dilët të përendon. Ta në ditë nuk ka rejf ma të Omeri. Thot, subhanallah, ato shumë në konë. Edhe u ka lohë Omeri, thot, edhe u ka ullë, thot, veprojnë, thot, qka dush, thot, ose thot, ne thot, kina me ju fitu, ose ju kina me na fitu, thot. Thot, Allah ibn Omeri, thot, erdhë njeri, u afru, edhe ju tha, ato të shën të amitin Omeri radiallahu anhu. Se më ullodh Omeri radiallahu anhu vetë, ato shumë. I tha, a dini thot se familje Omeri thot si a fali uve gjakin Omerit, Ibn Adi, familja Ibn Adi. Thot, po si a tha këtë fjallë, thot, ata u largua. Thot Allah ibn Omeri, e kam pyet babën tem, kush ishte ai njeri i cili erdhi ju tha njerëzve këtë fjallë? Thot, Omeri ka thonë, ai është, dhe më thonën, Wail ibn As. Wail ibn As ka qenë mushrik, mirë po, ka ardhëm, se Allah azhën në njerë e ndimon këtë fej, edhe me njerin e kesh dhe më thonë, ndimon këtë fej. E kështu dhe më thonën, tregon, më thonë, Ibn Omeri, kështu Omeri radiallahu anhu, e paraqit Islamin haptazim. Thot Ibn Mesudi, thot, pasi që e ka pranu Omeri Islamin, të gjithë ne u bom krenar. Dhe erdhë një forcë e madhe. Thot, ma zilna aiza mundhu eslem Omer, presë e pranu Islam në Omerin, kemi qenë krenar. Dhe deri sa ka ndru jetë Omeri kemi qenë krenar, se të pejgamberi asam ka thonë, o Omer, ti e dera fitnes. Dhe më thonën, Omeri e ka mbyll fitnen. Omeri radiallahu anhu shkon të Hudhejfe, të sekretari i pejgamberit asam, thot, kjo dera thot, a do të thyhet, a do të hapët. Thot, jo, thot, kam u thy. Thot, atëra, thot, s'pas ka mu ndresh as njere. Se mu hapën, mu të mu mshel fitnja. Po si të thejet, mu nuk ndreshet. Edhe prej vdekjes së Omerit radiallahu anhu, si u thy dera, fillun fitne tek muslimane, deri shtashta, deri kur të vete dëgjallë, deri gjykimit ka me pas fitne. Omeri radiallahu anhu i thot Hudhejfës, në këtë rast, thot, pasi që ti i ki emrat e munafikave, mos jam thot unë thot prej munafikave. Thot jo, thot Omer, thot shko, thot bonë vërhat, thot sësit i për munafikave. Khoni prezazum me gjenet, khalife ka qenë atë kohë. Si ka pas dert, kush është pjative, se 90 munafika për nga mësa me ka shkurt, me një listë, Hudhejfës. Thot, mos jam unë për munafikave. Thot, jo, thot, ti thot nuk i, thot shko, bonë vërhat. Thot, Ibn Abasi, Ibn Mesudi, kane Islam Omer fathan. Islami i Omerit ishte shlirim. Hijretu nasran, hijreti i ti ishte ndihmë për musliman, dhe khilafeti i ti ishte mëshirë. Kurse Suhejb ibn Sinani thot, prej se e pranon Islamin Omer radiallahu anhu, ne kemi pas mundësi me shku mu falë të lirë në qabe. Dhe thot, ne
ne musliman shkojshim në një vend të posaçëm. Sikur se mushrik që ishin në vend të posaçëm, ne musliman shkojshim në një vend të posaçëm dhe vinte edhe Omeri me neve dhe ati u falshim, e kishim thot krah Omeri radiallahu anhu. Dhe pastaj thot ne bëjshim thot tavaf Ka'bën, edhe ata thot na sulmonin, na ofendonin, edhe ne jetën mirë në mënyrë ja ktheshim. Sepse me neve thot ishte Hamza edhe Omeri radiallahu anhu. Dhe Omeri radiallahu anhu ka thonë një fjalë të madhe ku thot: "Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam." Ne jemi një popull që Allahu na ka bërë krenar me Islam. Faman ibtagha al-izzata fi ghayri al-Islam adhallahu Allah. Kush kërkon krenari, ndihmë, kush kërkon në tjetër kund përveç Islamit, Allahu ka më nënshmu. A dini kur e ka thonë këtë zër? Kur e shtiroi Kudusi Sherifin dhe shkoi ti marrë çelçat, ata krishterë që kishin Kudsin në dorë, thanë nuk ja japna përveç se halifes të muslimanëve, se muslimanët e shtirun, ama çelçat thanë nuk ja japna përveç se halifës. Edhe halifja bashkë me shërbëtor shkon në Kudus Sherif edhe ndrohen në deve. Dhe radha i vjen shërbëtori që tjetë në deve, kurse Omeri halife tjetë në tokë. Edhe i thot, o Emir al-Mu'minin, thot, hasip ti në deve apëton, e unë në tokë, sa ata ka menu se unë jam halife. Jo. Drejtësi. Thot, jo, thot, ti thot qëndro, thot, në deve. Thot, sepse ne jemi një popull që Allahu në ka bo krenar me Islamin. Pra, edhe thot këtë fjallë, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Ne jemi një popull që Allahu në ka ngrit me Islam, dhe kush kërkon të ngritet me diçka tjetër, Allahu ka më nënshmu. Thot ne me Islam u ngritëm, pastaj thënë me vesh tesha më të mira, thot se i ka pas teshën, halife i ka pas teshën me dimnë të arme. I thënë me vesh një teshë më të mirë, jo thot çishtu, thot çish jam unë. Edhe kur shkon për me shtiru, kur t'i japin çelsat, ata thonë, kanë qenë prifta krishterë, thonë në librat tonë është përshkruajtur kështu ai i cili ka me shtiru Kudus Sherifin. Me këto sifate, me këto cilësia. Edhe muslimanët më thonë e shtirojnë Kudusi Sherifin, por sot është në dorën e jehudive. E lutim Allahun azza wa jall që Allahu ta shtiron dhe që të falim namaz atje para se me ndru jetë. Amin. Vazhdojmë inshallah në dersën e ardhshëm me historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutim Allahun azza wa jall që të na forcon në këtë din, na mëson fen, na bëj për atë që e praktikojmë dhe të tjerët i thrasin. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.